Si çdo luftë, edhe ajo për lirinë e Kosovës kishte pasojat e veta. Në shumë vija të frontit, përveç dëshmorëve që u sakrifikuan për Kosovën e re, u plagosën edhe mijëra luftëtarë, të cilët janë dëshmi e gjallë e rezistencës së ushtrisë së qeverimtare të Kosovës kundër regjimit pushtues serb. Dëgjot bombardimet e artillerisë serbe, i gjithë fshati është vënë në lëvizje dhe të luginave. Me veti kemi edhe rreth 30 të plagosur shumë rand, duhet të tërhiqen në lugin. U bëzë gjësimi 3-4 tankëseve. Kishtë një tankë sërb, i cili po mundohet të largohet. Ja dhe tjetra. Ja dhe tjetra që po largohen, kam pasur një fiasko, kam sorë që tërhiqen. Doktor, çka na thoni lidhur me rastet e plagosurve? Gjendja e zgjedhjeve shumë e mirë, edhe është vullneti i zgjedhjeve të ndonjë gjatë, mos ka pas probleme kur sa i përket ta vullnetarë çdo herë na kanë lejmë. Edhe atë probleme kanë pas zgjidhur. Qeli dyrt. Marem. Qeli qatë. Qeli dyrt. Qeli mos I lem qeli. Ky spital ushtarak dhe bëhet transfermimi I ushtarëve në një pjesë më të sigurt me që kanë filluar luftimet e repta. Si keni kushtet? Me barna mendoj dhe mjete. Ndihet mungesë deri dikun, mirë po megjithatë po gjendemi disi dhe po ju dalim tim me aq sa kemi mundësi. Kanë qenë gjatë 7 plagosur, po ata janë shpërndarë disa pjesë, në Shalë, në Bajic, tash e kemi kthyer për Berish. Këtu gjenden këta tjerë që janë të ndumë momentalisht janë për ekstremiteteve. Dorën, ky edhe shpinë, ky ka në krurisin. Këtë së në rastem isha ushtar, ishna në reti, për aty përvëcimin Dëbërdelan, prej Dëbërdelanit në Shkoz, edhe aty kemi pas luftime të ashpër me armikon, ball për ball, deri në atë moment të edhe sa u plagosën. Më kanë marrë shok, më kanë transferu, e falemderoj gjithë ata, për që më kanë tërhek për aty, nësë më mëllonë më marrë shkallë gjallë aty. Unë jam plagosur në fshatin Dëbërdelan, aty nuk kemi desh me leju forca sërbe të hinë, ju kemi najtë kashin ato mundësit e tonë, armë që kemi pas, sa kemi mujtë deri në atë moment kër jam plagos, kom qenë përballë shkallit, edhe s'kom desh me shuë, s'bashku me shokë, me komandantin e kompanisë, tyne në territor, ka nuk duhet me hije pra. Në kamion edhe në format ndryshme, edhe në dorë nëse shpesher. Më rëndësi është të gjithë kam shpëtu. Ju falemderoj edhe juve që na bërët këtë vizitë para dhe që po na gjendni çdo ku, çdo hap atëherë kur e çoj kryen I shoh ushtar. Më duket se I shoh gjithë. Këto ishin disa gjerime ekskluzive nga periudha e luftës për liri, të cilat I siguruam nga arkivi I shtabit të përgjithshëm të ushtrisë së qeverimtare të Kosovës, nga zona operative Drenicës dhe ajo e Pashtrikut. Ata që sakrifikuan shumë për Kosovën e sotme, duke dhënë edhe gjymtyrët e trupit, po jetojnë në kushte të vështira, pa përkujdesje të duhur institucionale. Lëftove për atë dhe, lëftove për liri. As veshin kush s'ma vë, as dorë s'mep njëri. Pa kur një ndihmë jam,
me plagë plot në trup, fuqi më teci s'kam, as rob s'kam mi sup. Armikut si jam tut, në ball i kam dal, shpesh dërmën ja kam fut dhe hovin ja kam dal. Për jashta pa shtëpi, po bredh andej këndej, të lyp si faqezi fëmi që ti ushqej. Një send veç më ngushllon, detyren ndaj atë dheut e kam la. Ishin këto vargjet e poetit ton të njohur Azdreni, kushtuar luftëtarëve, invalidëve të luftës, të cilët ndonë se janë shkruar para 60 vitesh, janë aktuale edhe sot. Ato në një mënyrë pasqyrojnë pozitën e invalidëve të luftës të ushtrisë shqirimtare të Kosovës. Gjithsej deri tani kemi të evidencuar rreth 2500 invalid të cilët kanë shkallën e invaliditetit të caktuar. Domethënë kanë shkallë të invaliditetit nga 20% deri në 100%, varësisht nga plagët e tyre. Dhe gjendja e tyre shëndetësore është, mund të themi, është jo e mirë, ndërsa ajo ekonomike gjithashtu është shumë e vështirë. Dhe ne si shoqati në ato mundësitë tona, edhe pse të kufizuara në shumë raste, kemi bërë që të paktën të shërojmë plagët dhe të japim moral ashtu shokëve tanë dhe invalidëve të luftës. Kemi mundur të arrijmë për shembull marrëveshje me banin e Kllokotit dhe me disa banja tjera që të rehabilitohen invalid, të paktën të kenë rehabilitim shëndetësor. Ndërsa sa i përket shërimit jashtë, mund të themi se ka qenë shumë i kufizuar, sepse ne kryesisht jemi varur nga ata të cilët kanë pasur vullnet mirë. Do të thotë nuk kemi pasur diçka në formë institucionale të zgjedhur. Institucionet do të thotë nuk janë përkujdesur deri tani. Vetëm në Zvicër mund ta përmendi raste ku kemi çuar disa invalid për proteza përmes shoqatave që janë në Zvicër dhe bashkëdhëtarëve tanë. Kohëve të fundit vlen të theksohet një aksioni i punëtorëve të Kekut, të cilin e kanë marrë disa punëtorë nga Termocentrali Kosova, dhe ajo është që nga shuma e pagave, domethënë të punëtorëve të Kekut 1% ndahet për invalidët e luftës. Do të thotë që për çdo muaj deri tani janë ofruar, se ka qenë kjo formë vullnetare, dhe janë ofruar rreth 5000 punëtorë të Kekut, të cilët japin për invalidët e luftës dhe arrin shumën 10.500 euro në muaj që do japin për invalidët e luftës. Ne këto mjete kemi vendosur si shoqatë e invalidëve që në bashkëpunim me disa bashkëdhëtarë tanë në Zvicër të dërgojmë për çdo muaj të paktën nga një invalid për rregullimin e protezave në Zvicër. Shumë luftëtarë të lirisë në luftë frontale me forcat serbe janë plagosur duke humbur gjymtyrët e trupit vetëm që Kosova të jetë e lirë. Njëri ndër ta ishte edhe i riu Qëndrim Qufaj nga Prejlepi Deçanit, i cili që në fillim të luftës ju bashkangjitë ushtrisë shqirimtare të Kosovës në zonën operative të Dukaxhinit. Qëndrim, atë kujtohet kur je plagos dhe si? Po, dita unë 6 maj 98-s, kemi plagos atë ditë, kemi qenë Glëgjan, kemi arë për Glëgjanit këtu, në kanë thirrë, ka marrë sulme dhe ofenziva këtu ka pas shumë, atë ditë kemi arë më ndihmue, vllazërit tanë që mi kotë kyqënë, në ushtrinë shqirimtare të Kosovës, kemi ardhë dhe këtu, jenë kohë disa shokë për parë, në kemi arë më ndihmue, ku kemi ardhë këtu në këtë vend këtu, kanë ardhë, quhet fillimi për Lepit këtu, afër për Lepit. Kemi ardhë këtu, kanë ardhë ballona luftarake, MiG u quishin. Ka pasur sulme nga Kodra mas atje, edhe ditë fatkeqësisht këtu unë jam plagos, djali im si është sot dëshmor. Ka vdek mas 2 orëve. Si ka pasur emrin? Beqir Haj Qufaj. Edhe një kuishi afërt aty ai nuk është plagos. Ai është ku i ka lajmë ushtrinë atje. Një fshat prokollok aty afërt. E në ardhe në kanë tërhek, do të haradini me shokët e vetë. I faleminderoj për kontributin që në ka dhënë, në ka tërhek për këtujt, në ka afru mundësimin e që në spital ushtarak një Zhniq, dhe kështu. E pastaj ku i ka ndërgu? Prej spital që Zhniq aty ushtarak në ka ndërgu, në ka marrë, aty ka qenë, ka ndaj djali migjes, mu më kanë marrë më kanë tërhek për aty, ka që një shpi privat në logj, djali migjes ka met aty. Mas 2 orëve fatkeqësisht ka vdek, unë e kam shku për Jablanic, në Zhaj, Perja, Shqipni, Turqia dhe sot dhe kësaj dite i vuj plagët e luftës. Në qëndrimin bisedën e vazhdojmë në shtëpinë e familjes së tij në Prejlep, ku do të takojmë edhe babain Sejdiun dhe bashkëluftëtarin Muharrem Gacaferin.
I plagum jam konë këtu në bark, edhe në shpind, këtu më nalt, edhe në kam një spjet vogël e kam. Çka thoshin mjek? Mjekët atje më kanë... Çka thosh, cila është diagnoza? Momentalisht e di si dëmtume unazën korrizore kam, a mos se cilën unazë me numër nuk e di aty. Edhe ngjaja si ato mundësi që kanë pasur kështu më kanë dhënë, to që me disa operacione disa si mandaj nuk kanë pas mundësi. Kush ka ndihmuar për të shëruar ndryshim më shumë? To që jo koni shoqat atje shqiptare, o koni si konsulat që apo digjon shaqun atje. Po, që ajo. Më kanë ndihmu aty, janar më kanë bo vend spital aty, janar disa herë më kanë vizitu aty, sa kam najt një vit, më kanë përqilë për këmene edhe. Mi kam lanë kontrolat qëto 2 muaj, 3 muaj më shku atje. Po tash si ki gjendë shëndetësore, a mund me lëviza? Qysh kam qenë për parën, jam pak ma mirë, po jo apet prapë se prapë nuk jam. Mund është i vetë shtu pa ndihmën askujt në... Jo, pa ndihmën askujt me qëndru, ja. Kush të ndihmon zakonisht? Zakonisht për që jam plagose deri me tash, mas afër të kam bërë babën. Edhe tash akoma ashtu të familja baba më ndihmon e sa. Vetëm nuk jam gjendë si. Bëj diçka vetëm me ecë, shu jo vetëm. Po tash, kush i ka ndihmu kohët fundit? Shoqata invalidëve të luftës, tu që kësa i ka ndihmu edhe ndonjë organizatë? Shoqatën invalidëve tu që kësa falimderoj, na ka ndihmu me ata që ka pas. E falimderoj edhe fshatin, për lep, na ka ndihmu këtë disa herë. Nga që për shoqatat tjera, Ndonë se në moshë të shtyrë, baba i qëndrimit Sejdiu detyrohet që t'i ndihmoj atij për të mbijetuar plagët e luftës. Pa i tash e Vlad Hesapi, kur e shenjej kështu, ka gjumë mazër. Një kohë gjatë Sejdiu me qëndrimin ishte edhe në Tiranë e Turqi për të kërkuar shërim për të birin e tij. Kom nejt 1 vit e gjytë me të që aty. Unë e di që kom nejt të kësi u kapi grim, sa me folë me ta, me ditë me ta, më vi me ta. Atër erdhëm në shtëpi. Edhe tash je pranë ti gjithmonë. Po edhe tash duhet gjithë me ta heq që me marrë remin e me këta që jem shku, i kom lyp një matë pej tyne, mi kanë dhonë. Jem shku mastine, se s'kom mujt mi lëshu vetën, as mujt mi lëshu, as që tash me dalë për dere, që të vetën pa konë në mastine. Heq. A duket vështirë tash, sikur kjo edhe natës zgjohet e duhet Po ti ndihmosh. Pa i vështirë, veç e Vlade po më duhet, me se më marrë vështirë, po më duhet minimu në çdo moment. Qëndrimi përveç që përballet me dhëmjet nga plagët e luftës në trup, jeton në kushte të vështira ekonomike. atë vit kur jemi kthy pas lufte, na kanë ndihmu pak. Mas na kanë ndihmu kryetari komunës pak a shumë, Ibrahim Selmani ka qenë atë kohë. Gradualisht ma vonë me ndrimin e atyne, s'na kanë ndihmu hiç. Si jetoni ju, si familje? Keni ta? Jetojmë, s'kemi ta në për kukujna, kukon jashtë e kem punë, se kem askond. Baba ka i penzion. Sa merr? 40 euro, sa e merr. Për punë të vjetërsis, në ato jetojmë. Vallai kam një punë të motrës, në Austria më kanë ndihmu në dunja, shtu ku kemi pas nevojë sa ma shumë, të të kush. Shumë pak. Pa pozita e invalidëve të ushtrisë qëllimtare të Kosovës, sidomos në komunën e Deçanit, në ASDEG është jo e mirë. Janë 160 invalid, cilët janë në shumë kushte të vështira. Pej tyne të realitetin dikun 100 si nuk janë gjendjet, nashta një 50 mundën mu gjetë në mënyrat ndryshme, a 100 janë shumë kushte të vështira. Kur invalidët kërkojnë ndihmë nga ju nuk keni mundësi të ndihmoni. Si e ndini veten në ato momente? Në ato momente, asnjëherë kur të ndjen invalidi, ka shkallën e invaliditetit
100%, 90%, për mi 50%, ka pjesën e trupit, vjen, s'ka mundësi nështë një 10 euro t'ja japin për momentin një aksion, une vetëm e një vetën ma të vështirë, nuk e di, veç vdekja shumë e mirë ka i herë. Gjatë vizitës disa familjeve të invalidëve të luftës në viset të ndryshme të Kosovës, u bindën për gjendjen të vështirë të tyre shëndetësore dhe ekonomike. Invalidët nuk janë në gjendje të kryejnë ndonjë punë për të mbajtur familjet e tyre, madje disa prej tyre pas luftës nuk kanë pas as tre mbi kokë. Idris Kajtazi nga prekazi e Epërm, kur ju kishte bashkangjitur brigadës 114 të ushtrisë shqirimtare të Kosovës, kur nuk ishte besuar se do të vi dita që të jetoj në tend najloni pothuaj vetmuar pranë maleve në lagjen Vojtesh. Unë e plagos në vend kryen e detyrës në kuzhinier kom qenë në ushtrisë shqirimtare të Kosovës, ku më granatua ditë kuzhina, atëherë 22 shtator. 98 dikun në ora 19:30 ka qenë dikun. Kush u plagos të tërkosh me ty aty? Po plagos Ramez Beqiri, Azem me i Tarnof kujtohet mbi javni, Shamseddin Axhiu ka mbeti vdekur, Selame Bityqi nga Ferizaj, edhe ai ka qenë ushtar në prekas tepër, domethënë edhe ai është i plaguar sigurisht. Sa shok tjerë kështu. Po pastaj kush ta ka dhënë ndihmën e parë? Ndihmën e parë që na ka dhënë Qerez, na ka dërguar zoshtar brigadës 114, na ka thënë Qerez. Ndihmën e parë, pastaj na kanë dërguar në Gradic. Aty na mjeku. Premjekë na ka ndihmuar doktor Fadil Beka, Indieri Leci, doktor Leci edhe Naim Bardiq. Po tash si ki gjendje shëndetësore, je në gjendje të punosh? Jo, nuk jam në gjendje të punosh, gjendja ime më duket se bile këtij dimri se çfarë veç më rëndohet, kështu nga ftofti. Është nuk jam në gjendje të një me i gruas, bile druti të shkurtoj apo të shkan në punë. Punë të rona fizikisht i kryen gruaja. Po çfarë shkallë të invaliditetit keni? Unë kam shkallën në 40%, me qenë se nuk jam as i kënaqur, domethënë është më mëra që është e vogël. Sa torna merr në muaj? I marr 52 euro në muaj. Me këto sa rrin të sigurosh ekzistencën e familjes? S'moj kurgjo, të arritësit ja sigura, hiç kurgjo. Vetëm në ndonjë barn. Kush ka sigur këtë tend? Këtë tend më ka siguruar unë e quja të mësuesi i popullit Ridvan Kelmendi nga Mitrovica, ai ka qenë edhe përpara furnizuesi ushtrisë shqirimtare të Kosovës për Drenicën. Po, a ke menduar se pas luftës do të jetosh të kushte shumë vështira? Jo, as e kam menduar që të kem ende kështu mas luftës jetoj unë në tenda invalid i luftës. A ke pas shtëpi në Prekaz? Po, kem pas shtëpinë. Që dhe ne kanë ndjekë forcat sërbe në vitin 98-ën shtator, atër kur që aja fanziva e madhe. Tash jetu këtë temë. Që sa mu jetu këtë temë? Unë e qysh pas luftës, thuje që tërkuën jam në tenda. Në vitin 99-ën, në fund vitit, ne prunin një tend tjetër, më thonë aja veç vështirë. Në vitin 2000, një objekt shtu që i përtej si jahër ka qenë, si objekt 5 me 4 e gjysë. Më thonë e prunin një shalter kisë, që thojnë ata prunin kosesht,
një derë të rësan kurgjeq. Çfarë kushte jetojnë në këtë temë? Kushtet shifen, është veni shumë i vogël, sa i ka këtu, i ka 10 kvadrate gjys, jetojmë 6 antarë, mas pari fëmija s'ka ku të pastrohet, fëmija s'ka ku të mësën këtu, puna për shivet. Ku përgatit një ushqime ju? Po që të pa kushtet e shtira, qa me po. A keni ushqim mjaftueshëm? Po i kena pak. Keni, po i ndihmojnë ka pak? Po në ndihmojnë ka pak të shtë. Po fëmija po nartin tash? Po i po nartin në loj. Qysh me ndani me dalën pranverë? Po jo loj, di qysh dalim shtë. Burri, i plagun. Vetëm do të me shkurtu druse për i dyrës mundet, në vena i plagun. E po do të me lejz jam gjithë natën, mësë me lotë minë më njërtë. As kam kuj pas trejas. Shtirë shëm. Në përgjithësi, unë të takohemi shpesh me invalid të luftës, këtu në Skënderaj apo në Mitrovic, ku të takohemi, kështu në shoqat. Kjo është lënë shumë mazore kjo puna e invalidëve. Pak a heq thuje fare, sërtu e interesu as poplit, as qeverisë tonë. Nëse na kemi luftuar për të shliruar dhejun, se s'kemi di se qysh do të jetojmë masa ne. Do të jetoj poplit fëmijët tanë të jetojnë, e jo në tende. Dres, kush ka ndihmu ma shumë ti gjatë kësaj kohë kur ti ke qenë me familjen tonë në pozitë shumë vështirë? Me ka ndihmue shoqata shqiptare Jehona në Nürnberg të Gjermanisë me 835 euro. Dhe shumë i falenderoj. Dhe me ka ndihmua prej Gjilani dhe Lubish dhe Viti pa emna me 850 frank. Dhe i falenderoj në kohën dhe për shemë nga Prishtina, Bati Ravdi, fshati Ovçar, për shemë dhe Jakub Islami me 50 euro, Kumrije me 100 euro, mbi emni ashtu është, dhe më thonë, Sevdije me 50 euro, Ramiz Kelmendi me 10 euro, Ramadan mbi emni në kohë, Kelmendi dhe kuj me siguri, 5 euro, Milajim Demiri 100 euro dhe Nezmedin Ajdari me 50 euro. Po atë vizitojnë shokë të luftës? Po, shoqata më viziton, bukur shpesh dhe disa invalid. Mi po vinë me durthat, dhe më thonë, u e keq, ama unë i pres, normal, unë i pres me mësim time kështu. Cërë klasë jetish? 5. Në cërë shkollë? Në shkollën Klinën Tepër. Ndërsa djali i vogël i Idrizit, që është nxënës shembullor, nuk dëshiron të flasë para kamerës. Ai qanë sepse nuk don ta shohin shokët e shkollës, disa prej të cilëve e përqeshin që babai i tij, ndonse luftëtar i lirisë, pas luftës nuk ka as shtëpi.
Si çdo luftë, edhe ajo për lirinë e Kosovës kishte pasojat e veta. Në shumë vija të frontit, përveç dëshmorëve që u sakrifikuan për Kosovën e re, u plagosën edhe mijëra luftëtarë, të cilët janë dëshmi e gjallë e rezistencës së ushtrisë së çlirimtare të Kosovës kundër regjimit pushtues serb. Gjatë luftës, Lapusha ishte bazë e fortë e ushtrisë së çlirimtare të Kosovës. Nga kjo trevë kishte edhe trima të tillë që morën pjesë në 3 luftrat e fundit në trojtë etnike për lirinë e popullit shqiptar. Ndërta ishte edhe Hazir Muharrem Thaqi nga Caralluka e Malishevës. Jam i plagosën e fshatin Caralluk me armë zjarri, jam i plagosën me 20 mars 99. Pastaj kum shkuar në Preshev, edhe atje jam plagos me 11 januar 2001. Mas andaj kum shku edhe në Tetov, edhe atë jam i plagosën me 4 gusht 2001 prap. Këtu në Kosovë i plagosën synin e kom të humbun krejt. Në Tetov, këtu më përdojnë Preshev i plagosën në kry, edhe mbrapa në shpinë, 8 plagë kom në shpinë. Në Tetov jam plagosë këtu në dorën e kom veç thujet të paralizume, të pafë për punë. Tash këtu në Kosovë, 9 antar familje jemi, ndihmë sociale morëm pej 50 euro, si mbas invaliditetit që ne ka caktu komisionin Prishtinë. Tash ata në krysia atje pak në t'i qelin e t'i hapin syt, e në t'punojnë pak ma tepër se njerëzit sot vunë ashta për i ka fshat gojës, suko që i pishohëm drenice e në lape e në gjdo vend Kosovës, që janë të vujt njerëzit për një ka fshat bukë. Fatmir Buqaj nga Ladrovci i Malishevës, që nga qershori i vitit 1998 ishte pjesëtar i brigadës 121, të cilës i printe Ismet Jashari, komandant Kumanova. Kur jeni plagos ju? Unë jam plagos në Bajrak të Luzhnicës me 25 gusht 98-ës. Edhe jam plagosë bashkë në krah, në qitë pjesën këtu. Këtu dhe sot saj dite kam të lëndu më ashtin, kam shumë që dora së funksionon. Nuk funksionon parë. Është të rëndimin e parë dhe si? Po aty pasi që u plagosa, e kom pas një bashkëfshatar dhe bashkëluftar, edhe shoke si dush me tha, a kam besim ngega me mu, plus a kanë një Malishevës një mentor Mazreki. Ata dy më kanë marrë, se dërë mos i falendrej shumë ata që kanë dhënë shumë për mu, edhe më kanë tërhek për pozicionin, që aty bili ku jam plagosën, a kanë edhe bunkeri afer. Mas pari më kanë shtinë bunker, pi bunkerit, se krahu, më thuja që u këpët. Shtu leves të krejtë në tokë, edhe më ka tërhek besim ngega. Po tash si ke gjendën shëndetësore? A mund me punu ndonjë punë fizike? Po jo se nuk u moj. Duke ju falënderu veç nervi që më ka pështu mu kësaj dorës. Se me këto së në punoj kur gjohë ma short. Sa keni tarë në ashtu të regullta mujore? Po tarë të regullta shtu s'kemi veç jam në asistencë sociale. Sa merë? Merë gjatë 2 euro. Kohët fundi që tash më ka dalë edhe një penzion që jo pravu me ligjë në parlament, edhe 52 euro i marë për penzionin e lidorë ma shorë që e kam për krahë. Po me këto të holla rini të asiguroni ekzistencën e familjes suaj? Po, disi, shtu po më ndohëm ka pak, të edikon. Gjatë luftës, Fatmiri mbeti pa shtëpi, por pas mbarimit e saj, bashkëluftëtarët dhe organizatat humanitare i ndihmuan të sigurisë trehim për familjen e vet. Për shtëpi më kanë ndihmu duke i falendëruar shoqatës humanitare, a kanë të na shoqatë gjermane, HCC-ja. Aja më kanë ndihmu dhe gjithë fshatare ma shkurt, fshatit Ladrec, dhe e kom më ndërtu qëtëfarë shtëpi. Me gjithë të ende si keni përfundu shtëpinë? Po jo, kushtet e vështira ekonomike, sa kom mujtë dhe dhoma i, sa i kom ba, kështu,
ende s'ku mujt me rregullu krejt. Edhe të rinjt e legjendasit ish mollopolcit të shtimes gjatë luftës u munduan të japin kontributin e tyre për çlirimin e Kosovës. Njëri ndër ta ishte edhe Gjevdet Ali Ismaili. Gjevdet, sa vjeçar ke qenë kur i angazhuar në ushtrinë shërimtare të Kosovës? Në moshën 18 vjeçare. Në cilën brigadë ke qenë? Në zonën e Redimës, shtari zonës. Kur i plagosti? Me 21 qershor, vitit 1999. Si ka ndodhur kjo? Kjo na kemi qenë deminera, kemi qenë duke deminuar atë fushë që ka qenë deminuar, dhe kemi hasmin e minë dhe aja është aktivizu, si pasoj e soj, është plaga që e kam sot. Ku i plagos? Në Glavic, shati ka qenë, Glavic e Shtimës, komuna Shtimës, po ato i kom humbë 20. Ku të kanë dërgu pas të shokët? Po ato në herë na kanë tërhiq prej atë ujtë dhe në Ferizaj, na kanë qunë në spitali ushtarak ishte në Ferizaj. Prej atë ujtë më kanë qunë për Prishtinë, 4 ditë ku në Prishtinë, do të të pavedije, tani për Tiranë. Pastaj ke kërku mundësi tjera të shërimit jashtë vendit? Po, kom shku në Tiranë, prej Tiranës 12 ditë ku në Tiranë, tani për Gjermani. Dikëm pas 2 operacione, operacioni por ka zgjatë dikun në 5 orë, i dyti 13 orë. Për sa mbejtën me pru formën e kokës, se goti ka qenë deformu me krejt. Kush ka ndihmu për më shëruar në Gjermani? Po kështu shpenzimet ka jek shoqata Malteza, Dojt, Nipat, falenderoj gjithë në përgjithësi, shokët. Nuk më imë se në sytë që kam humbë, më burë me atë që kam qenë ushtari shtrisë shërimtare të Kosovës, në qofë se është nevoja prapë, dhe të do më gjymëtyrë tjera, veç Kosova tjetë e lirë. Kur vizituam familjen Ismaili, takom edhe babajnë e Gjevdetit Aliun, i cili një kohë të gjatë punon në Zvicër. Ja se si e kishte përjetuar ai plagosin e birit e tij. Tash me gjithë se ishte Kosova në atë zjarë që ishte edhe shte gjendje lufte, për Gjevdeti me shokët e vetë, ata të gjithë kanë qenën si djelte me, dhe gjithë edhe unë si prend, nësojet ati organizimit mirëfill që ka qenë, jëmë konë krahi Kosovës dhe pjesë e Kosovës. E tash të gjithë ata që dhanë ato aqë shumë për Kosovën, saj për këtë si prendë edhe që humbja e syve të Gjevdetit nuk ka qenë për mu. Se tash kemë familje, tash për shemull, na tash se ne shqiptarëve na vi 10 vjetë apo 15 vjetë që ta shumë realitetin Kosovë po flasë, tu e marë situatën prej viteve të edhe të nishe, tek nej, atë jetë tash na kemë familje kryesur edhe ideatur të formimit të ushtrisë shërimtare të Kosovës, tu nisë nash prej familjeve të jasharave, e të gjitha këtu të pësht, e shokëve që kumë punu edhe vepru në përëndim, ata e në ardhë, kanë fliju jetën, dëshira ime është që puna dhe porësia e tyne e dëshmurve të vazhdan dhe mos ndalët puna.
Dega e shoqatës së invalidëve të luftës në Ferizaj është shembull se si duhet organizuar veprimtari në interes të avancimit të pozitës së atyre që psuan gjatë luftës dhe sot ka nevojë të dilet në ndihmë. Shoqata e invalidëve të luftës në Ferizaj ka gjithsej 107 invalid, prej kategorive të ndryshme sipas shkallës të dëmtimit të tyre trupor. Invalidët e luftës faktikisht janë në gjendje mjaft vështirë ekonomike. Kjo shoqatë ka bërë punësimin e disa invalidëve në për punë të ndryshme, varësisht sipas përgatitjes së tyre profesionale, dhe një herë me aktiviteti ka ndërtuar 3 shtëpi. 2 ka ndërtuar nëpërmes shoqatës Bëmir Saadra, kurse një shtëpi ka ndërtuar me forcat e tona të invalidëve. Domethënë të gjithë invalidët kanë grumbulluar mjetet sipas mundësisë dhe kanë marrë shokut tonë të luftës Ali Hasani shtëpinë, në të cilën është hyrë me familjen brenda. Ditën kur vizituam familjen Hasani, Aliu nuk ishte në shtëpi, por aty hasëm nënën, motrën dhe fëmijët e tij. Shumë mirë, faleminderit. Shtëpia tjetër është marruar Arbeni Sufit. Arbeni është luftar shembullor i përkatësisë Hashkali dhe shtëpia tjetër është marruar në fshatin Koshare, me një sipërfaqe prej 52 metra katror. Shtëpia e tretë që është marruar në fshatin Pleshinë e Epër, ju ka marruar Muharrem Feratit. Edhe ai ka filluar jetën në shtëpinë e re. Ngjitemi në bjeshkët e larta të malësisë Kaçanikut, edhe në to frymon liria fal gjakut të dëshmorëve dhe invalidëve të luftës. Njëri ndër të plagosur të kësaj ane është edhe Shefkif Terziu nga Blerana, ish Slatina e Lepencit. Unë jam plagosur me datën 8 mars të vitit 1999 në fshatin Nivoj nga forcat serbe. Ku je plagos? Në krahun e djathtë, mbi Bryl. Komisioni mjekësor sa të ka shpallë invalid? Komisioni mjekësor nuk ka qenë sipas mendimit tim jo fort real. Nuk e ka bën shikimin adekuat, po vetëm me dokumentacion, dhe vetëm me dokumentacion ka shpot 35%. Sa fëmijë ke? I kam 5 fëmijë. A janë shkollat? 2 i kam në shkollë, të tjerët jo. Në moshën 9 vjeçare. Pikës pari falenderoj shoqatës ime, Degës së Kaçanikut, e cila me aktivitetet e saj bëri që të hap një autopark, ku në radhë të parë më punësuan mua, pasi që isha me gjendje më të rëndë. Dhe sot dhe asaj ditë unë aty punoj. Sa atar në merë aty mujore? 120 euro. Me këto mjete, a mund të asigurosh ekzistencën e familjes suaj? Me këto mjete nuk mund të asiguroj ekzistencën, pasi që familja ime ngushtë në mbron 17 anëtarë të familjes. Nga malësia e Kaçanikut kalojmë në zonën e Shalës. Sami Pajazit Krasniqin nga Zhilivoda Vushtris, që nga fillimi i marsit e vitit 1998 ishte luftëtar i brigadës 142 në Qiqavic. Si pasojë e plagëve në luftë, pas saj atij ju keqësua edhe gjendja shëndetësore. Jam plagos në 81-ën. Një herë imron mina. 99-ën. E qështu me radhë. Që sa kohë je shtu i smur? Prej 29 marsit. Kush po kujdeset për shëndetin tuaj? Vallaj, kërkush, posantarët e familjes. Qëtu shoqja, po du të me lojnë fuzionit, jem ka në spital ku nejt një muje gjysë. Ta në shko në shpe, edhe atje merë që terapi. Unë ka operu gazmen shëqiri. E gazmeni është interesu. Ditën kur vizituam Samion, takuam edhe teknikun mjekësor të shtëpisë së shëndetit në Kastriot, Fatmir Mirenën, duke dhënë infuzion për të përballuar më lehtë dhëmbjet. Jeta e shumë e vështirë. Vujtjet më dhaja ka kalu kë, që as kanë reci invalid, as ma kanë këput mardhoni në punë, si konë mardhoni në punë. Në Bollëqefës. 17 vjetë i ko që. S'ka mujtë me shkuhe. Pa e ndimojnë organizatët ti ku ka përnu për parë? Sen të lumë në zëtë kur. Qëta shë ka dhu djallin i lutjen kek që atje,
kanë thonë me 400 euro, asë një suar të halë kur s'di gjo. Në ndërkohë, derisa ne montonim këtë emision, nga bashkëluftëtarët e tij informohemi se me 3 janar Sami Krasniqi ka ndruar jetë. Familja e tij nuk kishte mundësi që për vdekjen e Samit të bëjë asnjë njoftim publik. Ai ka lënë bashkëshorten dhe 3 fëmijë, të cilët mjerisht nuk kanë as kul mbi kokë. Kjo është ndërtesa e kooperativës bujqësore në Mitrovic, ku pas luftës është detyruar të strehohet me familje invalidi luftës Sami Zena nga Galica. Mirë po edhe këtu atë nuk e lënë të qetë. Kur je plagos? Në 23 maj në 89. Ku je plagos? Fshatin Galicë. Në çfarë situatë kishe në atëherë? Ka qenë diku në rakat 8, mbas një veshgimi kam rao. Kanë qenë dy shok me mu, pa ta shpëtuam për fat. Dhe unë humba kombën e majtë, si shpo shifet edhe këtë. Kombën e djatë kam lënduar këtë, edhe këtë. Ku e bo operacion? Dhe këtë, mos e arretëm, erbe kem shiti u murë më një këmbë, jam qaj drejt në Vërnica, ato ishte doktor Bajram Redzepi. Dhe ai bonë një intervenim kirurgjik, si shpo shifet këtë. Nëse në fillim këtu ma fotografu si jem shku. Dhe me ka ndihmuar shumë. Po mos të ishte kjo ndoshta i shkudejt e vdekje. Tash, çfarë gjendje shëndetësore jenë gjendje televizësh lirisht të punosh? Tash ju s'mundem të eci, kam shumë vështirësina, kam shërim për të shkuar në të shëruam dikun jashtë në një vend, si Gjermania, Angli. Këtu nga pushteti lokal Mitrovica ke kërku ndihmë për të ndihmuar? Po i kam kërku disa herë për në banesë, po s'po ka. Çka po thonë? Nuk po thonë s'kem njerë ku. Po mjetët financiare, me mjetët financiare të kanë ndihmu? Jo, mjetët financiare jo. Sa merë ti kështu si invalid luftës? 52 euro i marë. Me to çka mund të sigurash? Po i për të ka njerë më duen edhe për ilaqet kur dalë për shamë shëjer të shëtes, ndashta më vranë. Edhe s'ka mundësi kushtan një flaster mi bledi ku njash kushtan 55 euro dikon. Shoqëria kosovare shumë pak është të angazhu për invalid luftës. Na e bërëm luftën stilimtare që është dijet. Krenojmë përëtësish me to, po me tash me në qarë në bas luftës shumë pak. Pse? Që shpo dijen gjanat invalid shumë pak e në harru. Cila është pozita e invalidëve të luftës të UÇK-s në komunën e Prizrenit dhe sa keni arritur ju si shoqat të ndihmoni familjet e tyre? Po mund të them se në periudhën e pas luftës e vetme mbështetje për të gjithë invalidët e luftës, pra ishte shoqata invalidëve të luftës si shoqat qeveritare, e cila në mundësitë e veta do thotë është munduar në bashkëpunim me shoqërinë dhe donatorët lokal kudo që gjenden në Kosovë, tu gjendet në raste specifike, pra do thotë të gjithë invalidëve të luftës. Në degën tonë të Prizrenit gjithsej kemi 217 anëtarë rande letë regjistruar, ku tash për tash do thotë 50% e tyre janë të pajisur me dokumentacion të rregullt pranë departamentit të shëndetësisë, të cilët e kanë të përfunduar shkollën e invaliditetit. Në komunën tonë, pra do thotë ndoshta mund të them ashtu se në përgjithësi në të gjithë Kosovën ende pra nuk ka ndonjë mbështetje institucionale nga komuna apo e vetme ndihmë do thotë është nga një fond i cili është një fond shumë i vogël nga shoqata miqtë të MK-s, të cilët kemi një përqindje nga 15% i atij fondit të përgjithshëm. Dhe nga këto burime që kemi mundohemi që ne të ekzistojmë do thotë si zyre, të dalim në ndihmë të gjithë invalidët e luftës, po sidomos ata të cilët kanë prioritet, siç është rasti do thotë i fratë dhe disa të tjerëve të cilët gjenden në kushte të rënda ekonomike dhe ashtu shëndetësore. Ferhat Adema nga zhuri i Prizrenit ishte luftëtar i brigadës 138 Agem Ramadani, i cili me bashkëluftëtarët e tij luftoi për thyrjen e kufirit që deciljet të tëra ndante popullin shqiptar.
Ai përkujton momentin kur u plagos në rast të Kosharës. Me 4 maj të vitit 1999 jam plagos në rast të Kosharës. Me prill të Minailsit jam plagos prej forcave serbe. Kush kanë ndihmuar pastaj për të shëruar? Për të shëruar kam kalu në Tiranë. Prej Tiranës aty më ka ndihmu doktor Candelano Andrea me shajp mujen. Në fillim të shërimet. Kam qenë në Itali. Më vonë? Më vonë në shërimin e dytë më ka ndihmu trupat mbrojtëse të Kosovës, ku ka qenë edhe shoqja Agim Ramadani, Shpresa Projekt, në shoqatë Shpresa Projekt, në Zvicër, po. Tani më ka ndihmu edhe mos harroj ta falenderoj këtë Skënder Halitin, që shumë më ka bajt në për Prishtinë apo zhurë Prishtinë. Edhe bashkëshortja e Feratit Shpresa, e cila ishte luftëtare e brigadës 123 të ushtrisë sqerimtare të Kosovës, përkujton prillin e vitit 99 kur u plagos në vijën e parë të frontit. Kur jeni plagosur ju? Unë jam plagosur me 3 prill. Ku? Në Vraniq. Si është në të... Me granat. Kush e ka ndihmu pastaj? Ka ndihmu dikush për të shëruar? Njerë ndihmën e parë më kanë dhënë ushtria sqerimtare e Kosovës në Male. 5 javë kum nejt për jam shëruar në për Male, në Mollapos. Pastaj mas 5 javë jam në Shqipëni kum shkuar, në Tiranë kum nejt 3 javë. Pas Tiranës jam qenë në Vlorë, në 2 javë kum nejt të italian dhe mas 2 javë më qunë për Itali. Ka pas efekt shërimi? Në Itali mi ka nek vetëm 3 copat e granatës dhe pastaj nuk u shërova krejt atje, mosi ku marrë në Kosovë. Jam kum shkuar të Gjerman të Kasanët dhe ata me kanë shëruar. Shoqata invalidëve të Prizrenit më kanë ndihmu që ka pasë parkplacin e vetë, apo mund të thonë kretit shoqnisë. Ka 100 morë ka mujore. Tash ndërprej ai parkplac, kemi mbet që nuk ka rrjedhje. Po me tali çfarë tarnash merrni ju? Dhe nga kush? Tarna marr prej 70 eurosh, prej Ministrisë Mërqenjes Sociale të Kosovës. Por nga komuna, a merret diçka? Nga komuna nuk marr asgjë. Ferhat Ademaj me familjen e tij tani është i lumtur që jeton në këtë shtëpi të re, të cilën ja ndërtoi një organizatë humanitare gjermane me ndihmën e shoqatës invalidëve në Prizren. Iniciator të parë kanë qenë Cimiku Gjerman. Po i falenderoj firmat e tona që i kam edhe në hemra, kretë që më kanë ndihmu. Janë kretë mësë shumë të më kanë ndihmu firmat e tona këto në Kosovë. Shoqata invalidëve më kanë ndihmu edhe në këtë shtëpi edhe kjo të pokton mrena, mobilje. Dhe bashkë fshatarët e mi. Ma shkurt dhe për qëtë banes që o ndërtue, faleminderes kush e ka vazhdue, e kush e ka krye, na kanë ndihmu e bolë, tonë. Ishin këto vetëm disa nga aspektet e pozitës aktuale të invalidëve të luftës së ushtrisë sqerimtare të Kosovës. Tani të dëgjojmë opinionet lidhur me zgjidhjen e statusit të tyre në shoqërinë kosovare. Duhet që drejt për së drejtit të mirën njerëz të cilët kanë marrë përgjegjësitë para popullit të Kosovës që të definojnë sa më shpejt statusin dhe të përfundojë koha lëmuzhe që njerëz të presin se kush nga donatorët e veçantë mund të ndihmojë dhe sa do të ndihmojë.
Invalidët e luftës dhe familje dëshmorët e kombit që janë sot nuk janë konë vetëm një familje, por konë gjithë popullit Kosovës. Unë bëj apel gjithë popullit Kosovës, ton njerëzve që të ndihmojnë familjet dëshmorëve, invalidët e luftës. Jo pse jam ndoshta invalid vet, por kanë nevojë për më ndihmu se ata janë të atyre dhe ata do të ndihmojnë këta. Ne kemi pasur kontakte edhe me organet qeveritare që janë të zgjedhura në Kosovë, gjithashtu edhe me Ministrinë e Punës dhe Mirësinë Sociale me zotin Ahmet Isufi dhe kemi kërkuar para 3 muajsh, ashtu që invalidët e luftës të mos mbesin, të mos jenë në mëshirën e atyre që dëshirojnë të ndihmojnë, por të kenë të zgjidhur çështjen me legj, në mënyrë institucionale. Po ne po presim nga parlamenti njohjen e vlerës së UÇK-s, sidomos në këtë fillim viti, ndërsa me rastin e njohjes së vlerës së UÇK-s, pastaj edhe të luftarit lirisë, invalidit luftës, familjes dëshmorit e tjera, do të kemi një qasje drejt për drejt pastaj që me ligj të mbrojmë të drejtën e tyre për të realizuar atë çka kanë nevojë për arsye se ata do të mbrohen me ligj. Institucionet tona unën pak me do një fond të veçantë për invalidët, të kujdesin pak më shumë, me sa dhe populli të njeh luftën e çlirimtarëve të Kosovës. Invalidët e luftës mund t'i qymë edhe përmendore të gjalla, sepse mas dëshmorëve më njëherë këta janë ata që kanë pagu më shtrejt i këtë liri. Prandaj qëllimi vetëm e invalidëve është të ndihmuan dhe të hynë në leq dhe të njifen statutin e tyre se invalid lufte të cilët faktikisht kanë dhënë atë më të shtrejtën, kanë dhënë gjymtyrët e trupit. Pra, invalidët e luftës në Kosovë duhet të gëzojnë tretmanin e duhur në shoqërinë tonë, ashtu si e gëzojnë ata në vende demokratike në botë.